Kjo bllokat po shkakton stagnime në reforma dhe krahas fushës sociale, stagnime ka po ashtu dhe në fushën e shëndetësisë. Jemi sot bashkë këtu me organizatat anëtare në këtë aktivitet ndërgjegjësues për të shprehur pakënaqësinë tonë për mos konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe ndikimin që kjo bllokat ka në proceset e mbrojtjes së fëmijëve. Kjo bllokat po shkakton stagnime në reforma dhe në procese të ndryshme të mbrojtjes së fëmijëve. Prandaj jemi këtu bashkë me organizatat anëtare për të bërë thirrje drejt deputetëve që të reflektojnë dhe të ngrisin përgjegjësinë e tyre institucionale përballë nevojave dhe vështirësive dhe realitetit të rënd të fëmijëve në Kosovë. Proceset të shumta janë stagnuar sa i përket mbrojtjes së fëmijëve, duke filluar me politikat sociale për mbrojtjen e familjes dhe mbrojtjen e fëmijëve. Njëmëri projekt ligjesh kanë mbetur të pamiratuara, procese të stagnuara, sikurse projekt ligji për ndihmën e asistencës sociale, i cili pritet të ndikojë në reduktimin e varfërisë së fëmijëve dhe fuqizimin e familjes, projekt ligji për të drejtat, njohjen, vlerësimin dhe përfitimet dhe shërbimet për personat me aftësi të kufizuar, i cili pritet të ndikojë në rritjen e shërbimeve dhe qëndrueshmërisë së shërbimeve për të gjithë fëmijët pa dallim të cilët janë me aftësi të kufizuara. Krahas fushës sociale, stagnime ka po ashtu dhe në fushën e shëndetësisë. Njëmëri ligjeve ka mbetur të pamiratuara, projekt ligji për shëndetësi, projekt ligji për shëndetin mendor, projekt ligji për ndalimin e pijeve energjike për personat nën 18 vjet. Pa një kuvend të konstituar, nuk mund të kemi dhe investime dhe themet në fushën e mbrojtjes së fëmijëve. Dihet tashmë që shërbimet sociale në vazhdimsi përballen me krizë të financimit, sikurse sektori publik ashtu dhe jo qeveritar, dhe projekt ligji për financat e pushtetit lokal, po ashtu procesi rreth miratimit të tij ka stagnuar. Ky projekt ligj parasheh krijimin e një granti të veçantë për shërbime sociale.